Një sasi eksplozivi është vendosur këtë të martë rreth orës 3 të mëngjesit në salloni makinash me qera në qytetin e Kuçovës. Shpërthimi ka qenë me telekomandë dhe dyshohet për një sasi prej 2 kallëpesh. Nga shpërthimi ka pasur vetëm dëme materiale, ndërkohë që biznesi rezulton në pronësi të Gëzim Skënderaj, i cili nuk njihet si person me precedent penal. Burime nga policia konfirmuan se nga kqyrja e kamerave të sigurisë përreth këtij biznesi, shihet një person me kapucë që hyn nga hekurat e derës brenda biznesit, lë lëndën plasëse në tokë dhe më pas largohet. Disa minuta më vonë, lënda plasëse shpërthen. Në vendngjarje kanë shkuar forca të shumta policie nga Drejtoria Vendore e Policisë Berat dhe njësia antitritole e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë. Sipas policisë, po hetohet në disa pista të mundshme që ende nuk bëhen të ditura. Pronari i biznesit Gëzim Skënderaj ka 4 vëllezër. Ai dhe një prej vëllezërve kanë punuar dhe jetuar prej shumë vitesh në Itali dhe disa vite më parë janë kthyer në Kuçovë ku kanë investuar në banesa e biznese. Vëllai tjetër është polic bashkiak, ndërsa i fundit ka qenë i dënuar në Gjermani dhe tani është i dënuar në Shqipëri për trafikim të lëndëve narkotike.